Në kohën e diktaturës së Enver Hoxhës, shumë gjëra që sot i marrim si të zakonshme, si një pije e gazuar apo një palë gjinse, ishin të ndaluara dhe konsideroheshin rrezik për rendin shoqëror. Por pse pikërisht Coca-Cola dhe gjinset blu? Historia pas këtyre ndalimeve është shumë më e thellë se sa mendoni. Coca-Cola nuk ishte thjesht një pije për regjimin komunist, ajo simbolizonte kapitalizmin amerikan. Enver Hoxha e shihte atë si helmin ideologjik, që do të ndodhte mendjen e rinisë shqiptare dhe do të silte me vete dashurinë për perëndimin. Prandaj ndalimi i saj nuk ishte thjesht ekonomik, por një akt ideologjik. Sa i përket gjinseve blu, ato përfaqësonin rebelimin, kulturën e rinisë së lirë, ndikimin e muzikës rock, filmat e huaj dhe degenerimin moral që sipas regjimit komunist vinte nga perëndimi. Enveri nuk donte që rinia shqiptare të ndiqte modelet amerikane si James Dean apo Elvis Presley, të cilët ishin idhuj të rinjve në të gjithë botën. Në Shqipëri edhe flokët e gjatë për meshkujt ishin të ndaluara. Përfyturo tani një djalë me gjinse, Coca-Cola në dorë dhe flokë të gjatë, për regjimin ai ishte rrezik publik. Njerëzit që kapeshin me veshje të tilla ndaloheshin nga sigurimi i shtetit, merreshin në pyetje dhe shpesh përfundonin në burg apo në internim. Në vitet 70 dhe 80, Shqipëria ishte një nga vendet më të izoluara të botës, nuk kishte reklama, as kompani të huaja dhe as produkte që nuk ishin të aprovuara nga partia në pushtet. Edhe një bluzë me mbishkrimin në anglisht mund të quhej veprim armiqësor ndaj shtetit. Për të ndaluar ndikimet perëndimore, Enver Hoxha filloi një fushat të ashpër kundër çdo gjëje të importuar nga kultura e huaj. Kinemat u pastruan nga filmat amerikan, librat e huaj u censuruan dhe ushtria e kontrollit ideologjik punonte çdo ditë për të gjetur elementet e rrezikshëm. Në shkolla dhe institucionet, mësuesit dhe edukatorët i mësonin fëmijët se si Coca-Cola ishte simboli i shfrytëzimit kapitalist dhe se rinia e perëndimit ishte e shtullur për shkak të modës dhe xhinseve. Kështu u krijua një brez i tërë që nuk ishte parë asnjëherë me sy, një kanazhe Coca-Cola. Kur ndonjë shqiptar kthehej nga jashtë, për shembull nga ndonjë punëtor emigrant në Jugosllavi apo ndonjë vizitë zyrtare jashtë shtetit, kontrolloi deri në fund për të mos futur në një objekt të huaj që mund të influenconte kulturën shqiptare. Gjinset ishin ndërsendet më të kontrolluara në dogan. Ky izolim ekstrem nuk ishte vetëm për të mbrojtur ekonominë, por për të mbrojtur ideologjinë. Enver Hoxha besonte se çdo detaj i vogël që nga veshja deri te pijet ndikonte te mendja e njeriut. Ai donte një shoqëri uniforme pa ndikime të jashtme, ku çdo individ i nënshtroi vijes së Partisë Komuniste. Pas vdekjes së Enverit dhe rënies së regjimit, kur shqiptarët u përballën për herë të parë me Coca-Colën apo gjinset blu, shumë e panë atë si simbolin e lirisë, jo për shihen apo për pamjen, por sepse ishte diçka që u ishte mohuar për dekada me radhë.